Jemi drejt për drejt nga seanca konstitutive e Kosovës, e cila tani më ka kaluar në pauzë. Kjo për shkak se nuk ka kaluar në seancë, nuk është votuar raporti i komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve. Pas rifillimit të seancës, kryetari i këtij komisioni të përkohshëm Artan Abrashi ka raportuar para deputetëve se në komision ka kaluar verifikimi i mandateve në bazë të dokumentacionit të KQZ-s. Megjithatë, në komision Partia Demokratike e Kosovës, Liga Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë qenë kundër verifikimit të mandateve, kjo me arsyetimin që anëtarët e kabinetit qeveritar, duke përfshirë kryeministrin e detyrë Albin Kurti, nuk kanë dhënë dorëheqje. Pas raportimit të Abrashit për vendimin e komisionit, ky raport është hedhur në votim me 52 vota për, 46 kundër dhe 11 abstenime. Nuk ka kaluar raporti i komisionit të përkohshëm në seancën konstituive. Me njëherë pas votimit, kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari ka deklaruar se i fton përfaqësuesit të partive për një konsult dhe se seanca do të pauzohet. Në ndërkohë, Kallxo.com ka siguruar se kryeministri Albin Kurti sot gjatë ditës vetë se ka dhënë dorëheqje, kështu që po e presim për momentin se si po shkojnë konsultat e përfaqësuesve të partive politike dhe ta shohim pas rikthimit se a do të vazhdohet me votimin e raportit për verifikimin e mandateve, rrjedhimisht a do të jenë valide mandatet e deputetëve që marrin pjesë në seancën konstituive. Kujtojmë që në seancën konstituive janë prezent vetëm 119 deputetë, ndërsa një tjetër mungon.